shkova ata deputet. Domethënë, kjo ka një problem, u pa që është të lashe dhe s'bën ka kalu. Pra, një precedent i krijuar që shkon tutje. Te kryetari i kuvendit. Është më e qartë ka vendin kushtetutës, Albina Nexhiu do të jetë kandidate, nuk pres asun me pas befasi, do të votohet nesër si kryetare e kuvendit, pra nëse nuk kalon 2 orë, 3 herë kemi kandidatin tjetër që i bjen edhe kryetari kalon. Nëse është vendosur në pako me votu, logjika thotë që vetëm vendosë duhet me votu sepse ka edhe nën kryetarin e vetë. Kështu që nuk ka dimension tjetër. Por nëse do me bë manovrime politike, ndryshimi i votimit në procedurë bëhet edhe në kuvend, kalon me shumicë thjesht. Ta shumicën e kanë. Dhe pra me 50-60 vota nëse kërkojnë me ndryshu mënyrën e votimit për nën kryetar, mundet me ndodhe kjo. Por nëse ka vendim kryesi, unë po shoh që këto rënë politike nesër zbatohen aty. Konkretisht, Arben, nesër mund të konkludojmë që mund të kemi një kuvend konstituum brenda një periudhe ndoshta 60 minuta, 40 minuta dhe sa mbahet, domethënë seanca. Pikat e tjera të konstituimit të qeverisë, problemi vetëm është pika 3 ose 4 e kushtit që kryeministri Kurti e ka vendosur që lidhet me marrëveshjen ndërkombëtare ku duhet 2/3. Buxhetin Arben e kalon edhe vetë vendosur me 60 vota, se i ka. Si vyn me votu opozita. A duhet me pas komisione se duhet më krijuar? Nuk ka, shkon në procedurë për shpejtume, s'ka nevojë komisione, se në procedurë për shpejtume brenda 24 orë 2 herë 3 herë votohet në 2 lexime dhe vazhdon. S'ka domethënë të lashe. Por paroni një gjë, se edhe opozita e voton buxhetin. LDK, AK, PDK. Po s'ka nevojë, i ka vota dhe Jo, që të kanë pse votojnë, sepse i kanë komunat që qeverisin. Nga partitë e veta, edhe duhet ka pak me kry do punë që kanë met. Po kry edhe politikisht si thonë këto kështu, po çompi thon pak më lehtë ka. Pra edhe një pjesë e opozitës e voton, domethënë buxhetin, pavarësisht debatit edhe po them insistimit të tyre që kanë me pas përmirësi disa kode ku i kanë interesat e veta nëpër komuna. Kështu domethënë ka menduar. Te marrëveshja ndërkombëtare nuk e di si veprojnë këto 3 partitë opozitare, ndërkohë për presidentin e thamë edhe një herë as ç'është menduar Albin Kurti për këtë punë. Edhe po procedura ka filluar me 5 shkurt të zgjedhjes presidentit, ka nisur rrjedha fatit. 4 mars është i fundit. Sakt. Domethënë presidenti është dashur sot më votu. Po i bie që do të shkojmë në zgjedhje për presidentin. Ka mujt edhe sot. Unë kur thash nuk është tu mendu, nuk thash që kreme shku në zgjedhje. Por se ka temë, ai për momentin e ka temë e konstituimin. Nëse nuk është tu ke mendu, i bie. Po, ata ka pse është shumë e qartë, sepse s'është përgjegjësi veç e tij. Ai tash përgjegjësia ti është më i mbledh parti të tjera, më thon, si partia më e madhe çfarë po bëjmë? Po veç nuk ka logjik, mos ne fidal me thirr. Kurti pse s'pe propozon ti ne? Jo, me thirr, hajde po bëjmë me taku edhe me. Jo, çka po thot Fidani është me i thirr ka ora 9. Me datën 4, me thon ora 11 të seanca. Sa kandidatë kemi? Jo, gabim e ki. Po jo, bre, se është. Pse se bëjnë këta? Para datës 3. Mos më jalon këtë mundësi Kurti. Do thon ne kemi një kandidat konsensual. Ish partitë opozitare ose partitë opozitare. Me 30 nënshkrime, Mentor Shala mund të kandidohet për president. Nuk ka kuptim. Fidani, Artoni, secili. Pra jo, po flas në manovrime politike. Po mundona mos shpjegoj edhe një herë. Nuk mundesh me prit pavarësisht që ka vetë politike paraprakisht për qeveri, po thirr tani hajde votëm për president. Pse do të më shkojë opozita? Po s'ka nevojë për qeveri. Gjithë sy e vesh